Është marrë për Juve, është marrë për LDK-n. I me i majtë garën edhe me thonë po javë dëreqë, ama jo s'po javë dëreqë se s'po mblanë edhe kjo konë Ta të gjojnë pak e Gilbertin. Intervista ma e ullë ta u kun kjo. Po, na e kem LDK-ja ka pas momentin e vetë kur ka arrit në 210.000 vota me Vjosa Osmani në vitin 2019 dhe ka qenë partia e dytë. E para ka qenë vetëvendosja Albin Kurti me 15.000 vota ma shumë se Vjosa Osmani. Pra, aty u pa që Vjosa Osmani, pavarësisht a na pëlqen mua e ty, sepse dhënë kom kritiket e kombëdar publikisht e kom kritiku Vjosa Osmani jo një herë, po disa herë, pikërisht për shkak kësaj që po e thu ti që unë e kom konsideru e tratoj LDK-n. Është tratësore, Po, unë e kom konsideru. Mirë, po, populli nuk po e shek kështu. Ky është problemi. Populli po e shek. Alo se dini që ka po populli. Jo, që po tregoj unë. Por të kthehej të shihni Jo, që po tregoj që ka po popullin. Nëse unë ti kemi thënë tradhtarët që iku nga LDK-ja shkojnë në vetvendosje, ai shkojnë në vetvendosje jo 220.000 vota, po i mur 300.000 vota. Pra populli nuk e konsideroi tradhtarët që kemi konsideruar ne ti. Po ai mori më rënd me intervista që keni folë për Vjosën. Ato 300.000 vota ajo po presidente. Edhe sot, se tash na besojmë edhe në sondazhe. Sot sondazhet e qesin sondazhe që po punohen gjithanë. Sondazhe Facebook sondazhe serioze. Po? Sondazhe Vjosa Osmani sot e shojnë si kundër kandidatja mas serioze Albin Kurti. Do me thonë, i te i kalon jashtëzakonisht lider dhe këtë partive të opozitës Vjosa Osmani në qovësi del për balla Albin Kurti. Në sondazhe Vjosa Mos e përni Hashim Thasin, sepse Hashim Thasin do me marrë sepse ajo është enda atje se ka Në Vjosa qaja që e ka ofendu një Kosovë që tha thminë e mirë nuk po imi quë në qatë. Po da është po populli prap e dënë. Veç në pyetja Ajo thashtë që në fillim se partia nuk është moral.